Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Sjellim për ju zhvillimet dhe ngjarjet e ditës së sotme, përgatitur nga Departamenti i Informacionit, fillimisht titujt kryesor. SPAK në bashkëpunim me Guardia di Finanza shkatrua një klan italo-shqiptar të akuzuar për trafikimin e 1.3 tonëve kokainë në Itali me vlerë 12 milion euro. Operacioni është zhvilluar në Itali, Shqipëri, Angli dhe Francë. Gjykata e Breshas ka lëshuar 6 urdhër arreste në Shqipëri, 3 prej të cilëve janë ekzekutuar. Në Tiranë, me urdhër të SPAK, përfundoi në pranga edhe oficeri antiterrori Tigli Haxhiaj, i cili dyshohet se dekonspiron të hetimet në këmbim të parave. Gjykata kushtetuese njoftoi sot se Kolegji i Gjyqtarëve do ta shpirtojë më 2 dhjetor kërkesën e qeverisë për të rikthyer në punë Belinda Ballukun të pezulluar nga GKKO. Kushtetuesja tha se shtyrja u bë për shkak të kohës që kërkoi gjyqtarja Xhaferllari. Ndërkohë që punë kushtetuese ka mbritur një tjetër çështje, ajo e kryebashkiaku të Tiranës Serjo Veliaj, i cili kërkon zhbërjen e vendimeve që e mbajnë në qeli dhe lirimin e menjëhershëm. Një grup demokratësh organizuar nga ish-drejtuesi politik i Kavajës Ervin Saliani dhe me pjesëmarrjen e më të votuarve në primaret e Partisë Demokratike kanë mbajtur një takim larg syrit medias. Mësohet se fokusi i takimit ka qenë diskutimi për gjetjen e një rrugdaljeje për situatën ku është futur Partia Demokratike dhe nevoja e një aksioni brenda partisë pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Shembja e urave nga përmbytjet ka izoluar prej një jave 10 banorë në Kolojnë dhe Dropull. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme pasi në shtëpi kanë familjar të sëmurë dhe fëmijët kanë mbetur pa mësim. Lumi Osum, Sema dhe Ishpi dolën nga shtrati pas rreshjeve të orëve të fundit, 10 hektar tokë në ujë. Segmenti rrugor Thuman-Kashar, që paguhet nga drejtuesit e mjeteve për çdo kalim, nuk është mirëmbajtur nga kompania koncesionare dhe në disa pjesë të saj është dëmtuar duke sjellë probleme në qarkullim. Sipas një vëzhgimi të Report Televizion, në autostrad, pikat më problematike janë çarje në hyrje të urave. Vladimir Putin thotë se është i gatshëm të nisë bisedime serioze mbi planin amerikan për paqe në Ukrainë. Presidenti rus thotë se një arkushim mund të ndodhë pasi Ukraina si të tërhiqen nga Donbasi. Ai konfirmoi se javën e ardhshme delegacioni amerikan do të pritet në Moskë. Rusia nuk synon të sulmojë Europën, thot Putin. Zelenski në një mesazh për festën e falënderimeve për çiftin presidencial Trump thotë se pret rezultate pozitive nga diplomacia. 12 histori mbresnëse të strehimit dhe shpëtimit të jetës së hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri janë shpalosur në Bunkart 2, në ekspozitën e titulluar Besa, një homazh ndaj kodit të nderit të shqiptarëve. Janë histori njerëzore, shqiptarësh të thjeshtë, rrëfyera përmes fotove dhe tregimeve të mbledhura nga fotografi Norman Gerishman në Muzeun e Holokaustit. Kuratori i Bunkart 2, gazetari italian Carlo Bolino, e cilësoi shpëtimin e mira hebrejve nga nazistët si një episod kyç të historisë së Shqipërisë. I pranishëm në hapjen e ekspozitës edhe kryeministri Edi Rama, i cili e vlerësoi atë si shfaqje të ndritshme